Si do e filloj emisionin pa mua ti? Si do e filloj bardazin pa mua? Se mendon që do e filloja pa ty. Edhe mund të ndodh. Asnjëherë. Sepse ky emision është si e kuqja e Onufrit, unike. Është e mbrojtur nga UNESCO. Ikonike. Mirë, shkojmë në pse, Erion sa më pëlqen kjo rubrikë, o zot. I pëlqen gjithë publikut. Ku je? Afër jam. Sa afër, more? Po të dhoma tjetër, po lexoj mesazhet e tua, që po mi të dhoma ngjitur. Ku je? Regjia, filluam ne. Kur fillon shkuarje në palestër me vendosmëri absolute, javën e parë shkon çdo ditë. Javën e 2 3 herë në javë, javën e 3 2 herë në javë, pastaj muajin e ardhshëm e paguan nga shtëpia dhe nuk shkon fare. Marion. Si po flini? Keq, shumë keq. Po pse? Mendoj që të fle. Dhe s'më zë gjumi. Ure, regjia, do qeshni ju apo si e keni hallin ju? Ja. Ne po qeshim do, ha? Yt populli, e kështu qesh populli me ato. Asa ju dua, more çuna. Zemër. Keli, regjia, çuna, Arditi. Nëna shqiptare, kur e shet djalin e trishtuar, i thot, hëngre? Jo, jam i mërzitur. Ha diçka, pastaj mërzitu. As e ritesh. Babai shqiptar, kur fëmija i kërkon lek xhepi, sa lek domi? 1.000 lek, 1.000 lek. Po unë kur isha në moshën tënde, s'kisha lek fare. Po si jetoje ti atë? Keq. Shumë keq. Shumë keq. Para se të se di pse s'më del kjo fjala më nga që e kam Të martohesh? Para se të martohesh me dikë, duhet i bësh një test drive, test prov. Duhet i hapësh internet me shpejtësi të ngadalt. Aty testohet burri. Pastaj herë për burr. Gruaja dhe burri po festonin për vjetorin e martesës. Si mendoni ta festojmë i dashur? Çfarë do të më bësh? Çfarë surprize do më bësh? Me 1 minutë heshtje. Ua. Në mëngjes herët, policia i troket ajtutit në derë. Kush është? Alo, policia jemi. Duam të flasim me ty. Po sa veta jeni ju? Jemi 2 veta. Po flisim me njëri tjetri, më pse do flisni me mua? Po për muhabet. Se s'keni qa bënë, kur s'kan qa bënë, vinë që vërdavë. Harxhen dhe karburant dhe shtetit me qëra fjallë. Mësusja pyet vogëlushin, që jam unë në këtë rast. Sa i vogël që i këllëzisha. Çfarë është opera, Erion? Opera mësuse është kur njeriu t'i kanë futur thikën në shpinë dhe ai në vend që të vdes këndon. Se kuptoj regjia, mirë. Gëzuar me lajthiza, me këtë ujin fantastik që është uj im, unë kudo që shkoj, nuk pranoj, në çdo lokal që shkoj, dua vetëm lajthiza, them nuk kam tjetër. Pa tjetër që është dhe jotë. Po pra, atëre shu ujë të dyve. Dhe kjo është pija ime e preferuar, mos e harroni, rozeja ime dashur. Kurse unë e kam gëzuar me lajthiza. Dhe kush pi mirë, ushqehet mirë, duhet të bëjë një gjumë nga më të rehatshmit. Dhe kush është dyqani dhe dyshegu që ne rekomandojmë, është Dorelan! Dorelan është kampion, Dorelan është rehat, Dorelan është ilaç, Dorelan është qetësi. Dhe Dorelani kushton dhe më pak se tjerët. Si tha i, kam nevoj të filtrohem pak, që të filtrohesh si që duhet, të duhet dyshegu Dorelan. Dhe ishte dhe me zbritje, ha? Po, ishte me zbritje dhe me garanci këtimi po s'ju pëlqeu. Do ketë zbritje prap, po. Prit se kemi dhe një reklam të fundit fare? Ha, more. Unionet, Western Union, tani keni transfertat në celularin tuaj përmes UPay Albania. Dhe me 1.000 lek bonus për çdo veprim. 100 lek, po 1.000 lek them unë se ta nëzës goja më shumë. A, po si shte edhe periudha e festave që kaloj. Po, periudha e festave. Njerëzit dërgojnë remitanca, unionetër gjithmonë pranë jush. Me aplikacionin UPay, mund të dërgosh direkt para në celularin në 200 vende të botës. Vetëm me një buton. Me një buton. Dhe nëse një mik apo familjaru ka dërguar para me Western Union, mundi të rishni në çast me aplikacion. Parat kalojnë direkt në balancën e portofolit tuaj dhe çdo veprim e bëni me UPay. Çdo veprim e bëni me UPay. Zot të portofolit tuaj, zot të parave tuaja vetëm në Unionet Western Union, që është kudo dhe kurdo. Pran jush, një UPay dhe marron punë. Se po na kërkojnë në telefon. Po, shumë i bëjnë që na kërkojnë. Pastaj do të përgjigjemi se jemi në transmetim live.
Po. Dhe shkojmë, Te umori. po, në Pem janë 5 zoq. Gjuetari vret 3 zoq. Sa zoq në beten të keqen zysha? As një mësuse, se ata trëmben dhe ikin. Bravo, më pëlqen logjika. O zysh. 3 femra han një akullore. Cila është e martuar? Ajo që lëpin? Ajo që kafshon? Apo ajo që futu të rëngoj? Mos është ajo që e futë të rëngoj. Jo, mësuse. është ajo që ka unazën, po më pëlqen logjika juaj. O zot qa bet shku. Po, humor, bro. Të keqen zysha, pse nuk flet peshku? Mësuse, edhe ty po ta fustin kokën ujë, nuk do flisje. Nëse kam dyshime se ti mund të flasësh dhe në ujë. Jam i sigurt. Sa kohë duhet një polici për të shkruar gëzuar ditëlindjen mbi një tort? Përgjigju Erion. 2 orë e 1 minutë, mësuse. Pse? 2 orë i duhen për të pastruar makinën e shkrimit dhe vetëm 1 minutë për ta shkruar. Vazhdon Erioni. Vdiq një grua. Në parajs ju lut Zoti t'i jepte edhe 15 vjet jetë. Zoti pranoi. Ajo bëri një operacion plastik, u bë si vajzere, dhe sa zbriti në tokë, e shtypi makina dhe vdiq. Ngjitet prapë në parajs dhe i thot Zotit: "O Zot, po ç'më bëre kështu, ti më premtove?" I tha Zoti: "Kush je ti se s'po t'njoh?" Jo, Zoti tha, ke ndryshuar kaq shumë sa s'po t'njoh. Po pra. Çfarë kam unë? Edhe njerë që tentove ta tregosh si që duhet, no parceleta, prapë se godite. Se njofti. Ajde, s'kaj se do t'a ritransmetoj me herës tjetër. Po. Dhe ligji për të gjithë policët që duhet të jenë me shkollë të mesme. Shefi thot, duhet të bësh provim ku janë molekulat. Qa i përgjigjet polici? Kudo që të jenë shef do t'i gjejmë, do t'i kapim. Lozi shokujsar. Po. Vazhdojmë. Gjykatësia i thot hajdutit: Ore djalë, po kur po vidhje ti, nuk të mendove gruan, fëmijët që u bëre tani pishman dhe po qanë? Për Zotin gjykatëse i mendova. Po s'kishte gjë për të vjedhur për ata aty. Kur u martova, nuk dija të gatuaja. As tani nuk di, po të paktën jam e martuar. Gjysme të keqe. Gatun vjera. Lajmi minutës së fundit. E the ti, Pa. Po thuaj ti. Jo, s'ka. Jo thuaj ti. Jo, unë s'ta martu, jo. Okej, lajmi minutës së fundit. Gruaja rre burrin me tepsi në kokë. Argumenti ishte, përse nuk lave enët? Burri i shkret, ankohet, po se s'kishte ujë, mo, s'kishte ujë. Dhe kishte lari ziu, ishte faj. Pse burrat kanë para vetëm 2 javët e para të njohjes? Pse? Mojti, e ke vënë reti, a bëjnë fushat partit pas zgjedhjeve? Iku mbaroj, aq ishte. Zemër, të lutem, ktheu se po vuaj si qenë. Ma vërteto. Asu se prita, të më dite ashmira, jo. O, sa bukur e ke bërë, vazhdo. Po pres një prillin që ti propozoj të dashurës time. Po më refuzoj, do i them që ishte gënjeshtre një prillit. Okej. Të mbasësh 3 apo 4 kile është gjë e mirë. Veç mos i umri kur bëni atë transportin asaj gjëzbardë, se i ikën koka pasaj. Njeri uron pa gjumë deri në 10 ditë, pa ujë deri në 7 ditë, pa bukë deri në 50 ditë, pa ajër deri në 5 minuta, kurse pa tru jeton 100 vjetë. O, të keqen, ha. Për kë ishte kjo? Nuk e di, për popullin? Zemër, më thuaj diçka që të më gëzoj, po dhe të më i dëroj në të njëjtën kohë. Zemra, më thuaj qik. Të dua më shumë se dashnoren. Uaj pa ftuar. Të nuk je gëzuar? Të dua më shumë se ajo. Shumë e gëzuar. Po. Disha nga lumturia. Unë nuk linda vrasës, të tillë më bën mushkonjat. Po sa i nati kam ato mushkonjat. Pu. Kam rënë brënda, po keq fare. Qa thua? Keq fare. Sikur t'ishta i kapaku pusetës do bëni shumë mirë. A vdek që ju që viti kapak të pusetave, mora manë. Po. Sonte në darkë ndrohet ora, atë të kuzhinës qoni në dhomën e gjumit, Ora është ndruar tani, që po thua? dhe atë të korridorit qoni në kuzhinë. U ndrua ora.